Alergji për herë të parë në blet nuk ka. Do thotë as në blet dhe as me pickem ose me konsumim të për herë të parë ose me injektim medikamente për herë të parë. Domethënë nuk ka për herë të para. Jo, përveç në raste kur organizmi është i sensibilizuar më herët me substanca të tilla apo të ngjashme dhe ne nuk e dimë. Dhe organizmi tashmë është i sensibilizuar, ti nuk je i vetëdijshëm që të ka ngrënë një herë blet apo ti je sensibilizuar me produkte të ngjashme. E qartë. Më herët dhe tash ty thu për herë të parë më pickoj po tani reaksion të vrullshëm, për shkak se ti e ke provokuar organizmin me diçka që ka ngjan aspektin kimik me çat helmin e bletës ose me diçka të ngjashme. Por teorikisht do thotë nuk ka reaksion alergjik për herë të parë nëse organizmi kontakton me një substancë të panjohur. Edhe pse mund të jetë më vonë alergjik, por për herën e parë teorikisht nuk ka reaksion alergjik. Do të bëhet një vlerësim shumë serioz dhe korrekt e profesional i mundësisë i gjendjes që sjell deri pacientin deri në vizitë. Do të merren një anamnezë mirë për llojin e insektit nga i cili është kafshu. Do të bëhet një vlerësim i mirë i gjendjes klinike të pacientit, reaksionit, nivelin e reaksionit dhe kështu me radhë. Me pastaj me analiza përkatëse eventualisht do të merret jashtëzakonisht do të trajtohet si situatë jashtëzakonisht serioze në kuptimin që duhet që të merren masat adekuate të bartjes së një lloji terapie me vete, që shpesh populli thotë po e kam porosit nga jashtë është një EpiPen quhet apo noradrenalin, që mbahet në raste kur dokumentohet dhe është e evidentuar që pacienti mund të ketë reaksion anafilaktik në pickem me blet, glerz e kështu me radhë në insekte të tjera të rrezikshme për të. Është një substancë që injektohet edhe, si themi, pa pas nevojë që të zhvishemi, po mbi veshje dhe si themi, ajo është lehtë, me gjaste lehtë për të përdorur. Po, është formë të kimikut që keni dhe injektohet në mënyrë që të shpëtohet jeta, të parandalohet ndalja punës zemrës, të parandalohet rënja e tensionit deri në momentin kur ti merr një ndihmë të parë adekuate nga profesionist shëndetësor. Pra ajo nuk e shmang nevojën apo nuk e eliminon nevojën për të paraqitur të një profesionist nëse ju pickoheni nga bleta dhe keni evidenca se keni reaksione të vrullshme dhe jetë kërcënuese alergjike.